Një ditë, një grup nga ansarët dhe muhaxhirët emigruesit erdhën te i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i thanë: Allahu të shpërbleft për ne me shpërblimin më të mirë. Na shpëtove nga ignoranca dhe errësira dhe na dhe një jetë të re. Ne kemi mbledhur ca para për të t'i ofruar ty që të përfitosh prej tyre. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, uli kokën dhe nuk foli. Në atë çast zbriti meleku besnik Xhibrili, paqja qoftë mbi të, duke sjell me vete ajetin e dashurisë al-Mawadda, në të cilin Allahu i madhëruar thotë: Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Thuaj, nuk i kërkoj asnjë shpërblim për këtë thirrje, veçse dashurinë për të afërmit e mi. Ky ajet sqaron qartë se i dërguari i Allahut nuk dëshironte asnjë shpërblim nga muslimanët për përhapjen e mesazhit dhe për udhëzimin e muslimanëve. Ai dëshironte prej tyre dashurinë, respektin dhe bindjen ndaj të afërmëve të tij, ehli bejtit, të përfaqësuar nga Fatime Zahraja, paqja qoftë mbi të, vajza e profetit Muhammed, dhe nga 12 imamët, duke filluar te Imam Aliu e deri te Imam Mahdiu, paqja qoftë mbi ta. Qofshin prej atyre që e duan ehli bejtin e profetit Muhammed.